Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Limon dhe sodë buke, receta që po i çmend të gjithë dhe nuk ngeli njëri pa e provuar. Keni dëgjuar ndonjëherë për kurën me lëng limoni dhe sodë buke? Kombinimi të dyjave ka shkaktuar shumë diskutime në mesin e dashamirësve të mjekësisë popullore. Soda e bukës, limoni, domatet, luleshtrydhet, pjeshkët apo rrushi ofrojnë minerale, vitamina dhe enzima të cilat parandalojnë sëmundjet. Në mjekësinë tradicionale dhe në atë popullore, parandalimi është veprimi më i rëndësishëm që ju mund të bëni për shëndetin tuaj. Limoni dhe soda e bukës janë dy prej përbërësve të cilët duhen përfshirë me patjetër në regjimin tuaj të shëndetshëm. Lëngu i limonit me sodën e bukës janë dy prej përbërësve që ju duhet të përfshini në regjimin tuaj të shëndetshëm. Lëngu i limonit me sodë buke është efikas në përkujdesjen ndaj veshkave. Ky lëng e ndihmon organizmin që të largojë të gjitha toksinat dhe njëkohësisht të djegë yndyrat. Limoni bashkë me sodën ofrojnë një përzierje tepër të shëndetshme për sistemin tuaj tretës. Ato shmangin refluksin në stomak dhe ofrojnë një qetësim të menjëhershëm. Lëngu i limonit me sodë buke është një pije shumë e mirë për ta nisur ditën. Sipas ekspertëve, në qoftë se ju pini ujë me sodë buke do të rregulloni nivelet e kolesterolit të keq dhe do të përmirësoni shëndetin kardiovaskular. Ai e pastron mëlçin fal dozës së lartë të vitaminës C, kaliumit dhe antioksidantëve. Si ta konsumoni pijen dhe kujdesi që duhet treguar. Mbushni një gotë me ujë dhe hidhni në të një lugë çaj me sodë buke. Shtoni lëngun e një gjysmë limoni, përzieni mirë dhe më pas pijeni në mëngjes. Ky lëng duhet pirë gjithmonë në mëngjes dhe përpara se ju të hani ushqim. Lëngu duhet pirë për 2 javë me radhë, më pas duhet të bëni pushim 1 javë. Në qoftë se ju vuani nga gastriti, tensioni i lartë i gjakut apo problemet me zemrën, atëherë nuk duhet që ta pini këtë lëng për shkak të nivelit të sodiumit. A i dini se çfarë ndodh kur ju kombinoni sodën e bukës së bashku me limonin? Rezulton se ky kombinim i këtyre mineraleve është tërësisht shumë efektiv edhe në reduktimin e qelizave të këqija. Më pas, ju do të shikoni se si do të keni përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin. Nuk ka rrezik për efekte anësore në qoftë se ju nuk e teproni me të. Këta komponent mund të sjellin ndryshime pozitive në trupin tuaj. Pra, shikoni se çfarë ndodh kur e pini këtë pije çdo ditë. Rezultatet janë të mahnitshme. Soda e bukës përdoret gjerësisht në trajtimin e sëmundjeve në pjesë të ndryshme të trupit, si të jashtme, ashtu edhe të brendshme. Limoni përmban sasi të mëdha të vitaminës C dhe veti të tjera që e bëjnë atë të nevojshme në trajtime të tilla si infuzionet natyrale dhe aplikimet e jashtme. Alkalizimi. Përzierja e limonit së bashku me sodën e bukës ka veti që të alkalizojë trupin. Kjo na ndihmon për shembull që ne të luftojmë aciditetin që mund të ndodh kur veshkat nuk heqin mjaftueshëm acid nga trupi ose kur trupi prodhon shumë acid. Prandaj është një ilaç i shkëlqyer për veshkat. Lehtëson punën e tyre dhe ndihmon në detoksifikimin e trupit dhe djegjen e yndyrës. Tretja, ju tashmë e dini se ndër virtytet e shumta që ka limoni është lehtësia që ai ofron në tretjen tonë. Nëse shtojmë pak sodë buke, ne do të kemi një përzierje të mrekullueshme, e cila do të bëjë që sistemi ynë tretës të funksionojë shumë më mirë. Është një antioksidant dhe gjithashtu
lufton fryrjen. Një përfitim tjetër i kësaj përzierje është se ndihmon në luftimin e refluksit gastroezofageal, kur acidi klorhidrik ngrihet në esofag nga stomaku. Falë sodës së bukës, ju do të ndjeni lehtësim të shpejtë dhe efektiv. Pastron trupin. Ky trajtim i mahnitshëm pastron mëlçin dhe na ofron një dozë bujare të vitaminës C, kalium dhe gjithashtu antioksidant. Ndaj, mos harroni që ta nisni mëngjesin tuaj me këtë pije për të qenë të freskuar dhe plot energji gjatë gjithë ditës. Konsumimi i ujit të pasur me bikarbonat natriumi na ndihmon të rregullojmë nivelet e kolesterolit të keq, duke përmirësuar kështu shëndetin ton kardiovaskular. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle, sodë buke dhe një gotë me ujë dhe gjysmë lëng limoni. Përgatitja: hidheni sodën e bukës në një gotë me ujë dhe shtoni lëngun e limonit. Përzieni mirë dhe pijeni direkt, mundësisht në mëngjes me stomakun bosh. Mos harroni se është e rëndësishme që ta pini çdo mëngjes për një javë të tërë dhe më pas të bëni pushim për 2 javët e ardhshme. Ndërkohë, kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe njëkohësisht përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës është një përbërës i cili nuk mungon kurrë në kuzhinë apo në frigorifer. Përveç përdorimit tradicional, të paktën janë ata që e dinë se soda e bukës ka vlera terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi, i cili reagon menjëherë sapo bie në kontakt me substanca alkaline si uthulla apo kosti. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë e cila rekomandohet kundër sëmundjeve si artriti, problemet me tretjen, urthi apo infeksionet. Kur ai konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe njëkohësisht përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës kundër urthit. Në qoftë se ju vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë gjithashtu ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon dhimbjen e urthit. Bulëzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazdrave dhe largojnë fryrjen. pH-i dhe shërimi. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza dhe artriti, të cilat lulëzojnë në një mjedis me shumë aciditet të lartë. Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien apo ushqen trupin me energji. Kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve gjithashtu shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në urinë, gjak dhe në inde. Kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i borovicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Ndërkohë, soda e bukës ulë gjithashtu nivelin e aciditetit në urinë. Më shumë energji. Nëse ju kryeni aktivitete fizike, atëherë ju do të keni nevojë për më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me gjysmë lugë çaj me sodë buke, 1 lugë çaj me krip deti, 2 lugë gjelle me mjalt dhe 1 lugë gjelle me lëng limoni. Mirë, po gjithmonë konsultohuni me mjekun para përdorimit. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni
video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.